Kanë kaluar 16 vite nga zhdukja misterioze e 6-vjeçares Bleona Mata, e cila humbi palën në gjurmë më 22 maj 2010. Pavarësisht kohës së gjatë që ka kaluar, nëna e saj Bukurie Mata vazhdon të besoj se vajza e saj është ende gjallë dhe se një ditë mund të gjendet. Në një intervistë për gazetarin Blendi Fevziu, ajo rikujtoi momentet e fundit para zhdukjes të së bijës. Sipas saj, gjithçka ndodhi rreth orës 17:40 të pasditës së 22 majit, kur Bleona po luante me shoqet pra një dyqani në fshat. Në atë moment, një e afërme e familjes, Çamilja, e cila në atë kohë ishte rreth 17 vjeçe, e mori Bleonën së bashku me disa vajza të tjera, me arsyetimin se do të shkonin në mal. Nëna e Bleonës rrëfen se gjithçka kishte nisur me pretekstin për të marrë një grep. E mbaj mend si sot, ishte 22 maji, ditë e shtunë, ora ishte 5:40 pasdite. Vajza po luante me shoqet para dyqanit. Çamilja ishte organizuar të merrte një grep, dhe ai grep u bë shkaku që Bleona të zhdukej, kujton me slotësh Bukurie Mata. Sipas saj, Bleona u nis drejt malit së bashku me 5 vajza më të mëdha, pa dijenin e familjes. Vajzat u kthyen më vonë dhe thanë se kishin qenë duke ngrënë drek, edhe pse në fakt ishte pasdite. Ato pretenduan se kishin qenë rreth 20 minuta më lart në mal, së bashku me vajzën e vogël. Dyshimet e para lindën kur një nga familjarët telefonoi për të pyetur nëse Bleona ishte kthyer në shtëpi. Në atë moment, familja kuptoi se diçka nuk ishte në rregull dhe filloi me njëherë kërkimet. Sipas nënës, në kërkim të vajzës u përfshi pothuajse i gjithë fshati. Rreth 800 veta kemi qenë në mal, gra, burra, fëmijë, të gjithë kërkonin, kujton ajo. Megjithatë, pavarësisht kërkimeve intenzive, vajza nuk u gjet. Policia u njoftua vetëm pas orës 23, kur familjarët dhe banorët nuk arritën ta gjenin dot. Edhe pas 16 vitesh, misteri i zhdukjes së Bleonës mbetet i pasbardhur. Nëna e saj thot se nuk e ka humbur shpresën dhe se frika më e madhe është që vajza të jetë nxjerrë jashtë vendit. Ajo përmend edhe një detaj që sipas saj mund të ketë pasur ndikim në atë ditë. Inaugurimi i tunelit të Kalimashit, i cili mund të ketë lehtësuar lëvizjen e automjeteve drejt kufirit.